arriti të fitojë një nga çmimet e para në kategorinë e këndimit solo. Në këtë intervistë do të zbulojmë më shumë rreth përvojës së saj, rrugtimit, përgatitjeve dhe emocioneve që e shoqëruan gjatë këtij suksesi. Arta Ismailaga me neve në këtë emision të mëngjesit të ditës së sotme. Mirëmëngjesi dhe të urojmë shumë suksese. Mirëmëngjesi edhe juve, faleminderit. Faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit ton të mëngjesit ditë e re. Kënaqësia jeme. Arta, më trego si ishte dhe si e përjetove pjesëmarrjen në garën ndërkombëtare me Ditëra Muzika në Maltë. Çfarë përvoje ishte kjo për ty? Po, si secila gara ka emocionin e vet. Ka qenë paksa edhe stresueshme, se normal të privetit edhe mu përfaqësu sa ma mirë se sa ti mundesh. Edhe kështu që unë kam arrit mu përfaqësu në të mënyrën time sa kam arrit mu mu pregadit. Edhe jam përfaqësu në mënyrë të mirë edhe kam arrit me marrë edhe vendin e parë, kështu që... Cila ka qenë pjesa më sfiduese e këtyre gareve që ti ke qenë? Po, sa i përket pjesa më sfiduese për mu pregadit për këtë gjë, është për punën se unë jam edhe në 2 gjimnaze, dhe më thënë jam në gjimnazin përgjithshëm të Ulqinit Vllazërim Bashkim, edhe jam në gjimnazin Podgoricës sa i përket të shkollës muzikës Andra Nevara, edhe aty jam si xhancë çrrekull, kështu që unë për përgatitje për gara dhe për këndim, edhe për matjen e orëve jo vetëm këndimit, por edhe solfegjë sa i përket ose italishtes, harmonisë, janë ata lanë të muzikës, unë duhet me udhëtu, dhe me thonë unë udhëtej gati 3 herë në javë në Tivar edhe 1 herë në javë Podgoricë, kështu që ajo bajege merë energji për teje, kështu që është e rëndësishme për mu, është më mujtë mi balancu në këtë shkollën e gjimnazit të edhe gjimnazit të shkollës muzikës që mas me mra suksesi për shemull në gjimnazin e përgjithshëm, për një të njëjtin kohë me pas sukses edhe në shkollën e muzikës. Sa është kjo e vështirë për ty ti balancosh të gjitha këto në të njëjtën kohë, sepse ti gjithmonë ke qenë një vajzë me ambicie të mëdha dhe gjithmonë ke pasur edhe hobi të ndryshme, ke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ashtu siç ka qenë sporti, muzika, edhe një nxënëse e mirë edhe në shkollë. Si arrin të gjitha këto ti koordinosh dhe të jesh e suksesshme në të gjitha këto aktivitete dhe në të gjitha këto pjesëmarrje që ti bën? Po, sa i përket asaj gjë, unë për shembull për veti i di limitet e mia, edhe do të me vu pra orarin, unë e di për shembull këtë vakt për shembull kam shku në shkollë muzike, këtë vakt du me mësu, këtë vakt du me hangër buk, edhe kjo gjë është e rëndësishme bajege për me pas për kushtim edhe disiplinë më asaj gjëja për puna nëse për shembull kam qef me arrit diçka në sukses asaj përket tynve drejtimeve. Edhe është e rëndësishme pra që me di që është prioriteti jetë, për shembull që kam në prioritet parë, edhe që kam prioritetet tjera që për shembull në atë prioritetin e parë me pas ma shumë sukses se sa për shembull tjera. Kush është ajo përkrahja jote më e madhe që të jep ty edhe një shtysë që ti të vazhdosh dhe të kesh vullnet të ndjekësh të gjitha këto aktivitete dhe që t'ju arrish këto suksese që ti i ke arritur deri më tani? Po, e para gjë prind, mu prind gjithmonë kur kam prade një orë më shkun Tivar ose Podgoricë, më qenë baba ose nana, edhe atë përkrahje kam 100% për prindve, po ashtu kam përkrahje edhe dhe njëherë edhe për shoqënisë, më varet për shembull, edhe kam edhe prej profesoreshave që kam në shkollën e muzikës edhe. Sa ke bashkëpunimin dhe atë marrëveshjen me profesorë dhe me profesoresha që ti je në këto gjimnaze, është e rëndësishme kjo? Të kuptojnë? Po, profesoresha e këndimit, pra Aleksandra Vojvodić Jovović, është profesoresha ime. Ajo është me të vërtet shumë profesoreshe mirë edhe të kupten, për shembull, unë i kam thënë që jam nxënëse çrregullt, ajo e din se jam nxënëse çrregullt, edhe e din limitet e mia sa mund më përgatit. Normal të shone një aq sa mësej ka ajo në orë, unë duhet më përgatit edhe në shtëpi, për shembull, unë duhet i mësej gjanat në orë, ushtrom këngën ose teknikat e këndimit, edhe unë i ushtrej ata edhe në shtëpi, kështu që profesoresha me të vërtet që është edhe një përkrahje e madhe. Le të ndalemi përsëri tek pjesëmarrja në garën atje në Maltë që ishe ti. Si u ndjeve kur ndjeve emrin tënd që je fituese e vendit të parë? Po unë me ju thonë drejtë njëherë nuk e kam prit, se ka qenë një garë internacionale dhe me thonë ka i marrë pjesë për gjitha ketë për se cilës pjesë të shteteve të Evropës dhe kështu që unë kur jam shpall, si me thonë me vendin e parë, ka qenë
me të vërtet një kënaqësi e madhe edhe një krenari e madhe edhe kjo gjë më ka ba mundni edhe bajegi mirënjohës ndaj prindve edhe ndaj profesoreshës, edhe normal që kjo gjë edhe ma vojnë edhe të shtyn me marrë pjesë edhe në gara tjera edhe me pas një ashtu ma shumë suksese. Ti në këtë garë ke marrë pjesë nga shkolla që bën tani e muzikës në Podgoricë. Më trego sa ka qenë edhe përkrahëse në këtë garë profesoresha jote? Profesoresha ka qenë bajegese edhe është, dhe me thonë, profesoresha bajege më nëtë për ne si xanca më pregadit në mënyrën sa ma të mirë, pa edhe ashtu për shumë më në napë edhe fjalime, mas me pas stres, shumica bam stres, dona ma të mirën, adin. Dhe me thonë edhe na kur kena shku anajnan, une me dy shoqet e mija nga Tivari, Mihajla Jovovic edhe Milica Adamovic, ata po ashtu kanë arrit me marrë vendet e para sa i përket kategorive tynve, edhe kështu që kjo gjë ka qenë një sukses për ne, pasi që edhe vetë Malta bën emrin atë gjë që ka pas për gjithë e ketë, dhe me thonë, kështu që. A ishte ky për ty konkursi më i rëndësishëm deri më tani që ke marrë pjesë ti në gara, apo ke ndonjë pjesëmarrje tjetër që e ndjen që është e rëndësishme? Pa, sa i përket kështu nivelit, kja ka pas nivelin e saj, ama mundën me thonë për shembull për garat ta nacionale, për shembull shtetërore, si garat e Malit të Zi, ka një farë rëndësie për shembull më të madhe, sepse është titulli dhe më thonë që e mërë si këngëtarja ma mirë, pa thomi Malzi, sa i përket asaj kategorisë tjote. Ama dhe kja Malta ka pas të vetën se, dhe më thonë, si që kam thonë, ka qenë internacionale edhe ka pas për gjithë e kejtë, dhe më thonë, i e sfidu me gjithë shfarëlloj garush edhe xancës që e kajnë ata pregaditjet e tynve, edhe kështu që... Si e vlerëson ti nivelin e garuesve në këtë kompeticion që ishe ti, si nga pikpamja jyte si një nxënëse që e njeh këtë lami dhe këtë dek, si e vlerëson ti? Po, kanë qenë bajaget mirë, kanë qenë pregaditën, normal të dikush s'ka qenë allajgjë, ama ka shumica anën e ma shumë pozitive, kanë qenë shumicat pregaditën. Edhe tësh edhe këtë garën e radhën që kena mi pas tësh në Novi Sad, aty ka i me qenë edhe ma të pregaditën pasi që është garë edhe pak me emër ma shumë, edhe ka me pas edhe ma shumë një numër ma të madh të nxënësve që ka i me marrë pjesë. Më trego nga cilat vendet të tjera ishin pjesëmarrësit në këtë garë në Maltë? Po, kanë qenë për shembull prej Italis, prej Shqipnis, ka pas edhe prej Maltës, normal ka pas. Ke arritur të bësh atë krahasimin ndërmjet atyre garuesve nga vendet nga Italia, nga Malta, të bësh krahasimin me neve këtu të Malit të Zi, çfarë kajnë ata më tepër, ndoshta edhe cila është ajo gjë që ata punojnë dhe arrin ndoshta edhe në një farë nivelit edhe më të lartë? Pa tash, nëse cilin garë që shkom na, për shembull, one si garuse që jam, kur i shef të tjerë të kënu, të dalë në skenë, one para gjatë që shikej është për shembull teknikën se si kënojnë ata, dhe pravej për shembull se si sillen ata skenë, edhe pravej një shto për shembull me mësu prej tynve. Edhe nuk është se kam vuar edhe një gjatë që janë ma të mirë ashtu, ama të është bela normal kanë ma shumë kushte, mundena me thanë, ama që te na den për shembull me ushtru a gjallë, me ushtru si lypet ushtren edhe pa marrë parasysh për shembull kushteve. Cila ishte ajo pjesë që interpretuat në atë garë dhe pse zgjodhe pikërisht atë? Pa sa i përket garave të solo-këndimit edhe përgjithësi edhe nxënësat që marrin pjesë pra në konkurse për instrumente, nuk mundesh me zgjedh çfarë dush këngë që te den. Për shembull, e ke të napën, ke me kënu për shembull një këngë gjermane, për shembull në këtë rast kam pas me kënu një këngë prej Schubertit, edhe jam dash mi marr një këngë prej Schubertit, edhe jam dash edhe një këngë për shembull që është një këngë çfarë duana, ama do t'i pas atë nivelin e saj, sa i përket kategorisë teme. Kështu që dush mu pregadit në atë mënyrë se sa që të kërkojnë ata ja çka den ti. Është e vështirë për ty sepse është edhe në gjuhë të ndryshme dhe nuk është në gjuhën tënde. Është e vështirë kjo?
Pa, nuk është fort e rëndësishme është me ditë mi kap edhe pak aksentin, edhe me ditë mi lexu fjalët normal, edhe të shte normal të përgjithësia dhe përkthen këngën ose profesoreshat kallëzën çka bëhet fjalë që më shumë mi interpretu me emocione sa më të mëdha se te edhe na ke emocione atëherë edhe kënga ka më të shkuar edhe më mirë. Çfarë emocionesh të dha performimi në skenë përpara jurisë atje në Maltë? Pa, ajo ka qenë pak stres, ama e ka dhe me thanë, është mirë me dalë para publikut. Adin se cilën herë që unë dalë ma shumë, filloj me pas ma pak stres. Dhe emocione. Edhe ashtu vazhdoj mi pas edhe me pas ma shumë vetbesim tek vetja, se normal ke me pas ma shumë eksperiencë, që përveç se ishte rëndësishme, dhe me thanë çmimi që një farë mënyrë të nep sukses, është e rëndësishme edhe me dalë para publikut, me njët presionin e publikut ose juris që të rejnë atë para, kështu që është bëjke e rëndësishme dhe ja. Çfarë synimesh ka arta për të ardhme në solo këndim? Sa i përket solo këndimit, unë pra në moment jam të e vazhdum pra në gjimnas. Normal tash unë kam fillu mu rrit edhe jam vitret. Unë me muzikë jam marrë që është 6 vjeqë edhe gjithmonë ka qenë pjesë e bukur shumë e bukur që unë më vjen mirë që e kam zgjedh, se në fillim kam qenë me piano, ma vonë kam dalë në pjesën e solo këndimit, kur tash e kam edhe ma të rëndësishme. Unë edhe nëse marim nuk më rrimi marë si profesion për shumë solo këndimin, unë gjithmonë kam e qenë pjesë e imja, edhe gjithmonë kam i për shumë në përde një koncert vogël me interpretu me këmu. Po shef vetën ti më tepër në cilin profesion? E ke menduar sepse tashme dhe pak do të arrish për të parë se ku do të shohësh vetën dhe çfarë drejtimit do të marrësh në shkollimin e lartë? E ke menduar? E kam mendu normal se duhet me mendu gjanat, ama ala jam një herën të dy mendimet, të dy antë, ku me shku edhe qa me ba, o nësa i përket edhe solo këndimit edhe do një lanë të shkollës për shumë gjimnazit, nuk është se s'kam kapacitet, gjitha kush e ka të kapacitetin e vetë kur den me punun të, edhe kështu që ala jam të mendu edhe pak. Ne të urojmë shumë suksese, urime edhe njëherë për vendin e parë që ke fituar atje në garën e në Maltë dhe përsëri shpresojmë që të kemi intervistat të tjera për të shpalosur këto arritjet dhe sukseset e tua të radhës. Edhe kam pas qef me kallëzu edhe me mu falenderu edhe korepetitores, Jelena Dobrković, që aja ka mujtë pra me da kohën e saj, që më mujtë më angazhu me ne, me neve trijeve, dhe kështu një falenderim edhe prej saj. Faleminderit edhe njëherë, ju urojmë shumë suksese. Faleminderit.